Milazim Thoqi, për ndryshe kushëri e president Hashim Thoqi. Po. Ke qenë edhe në gjykatë të Hagës me dëshmu kundër Slobodan Miloševićit? Po, qashtu ka puna. Si ndodhi ajo, faktikisht i ki të rrëfime interesante, për shembull në Hagë kur ke shku, çështë kanë vetë për kapoçtborë dhe çka të tha Slobodan Miloševići e kështu me radhë. Unë ju shku mas pari për masakrën e Zbicës. Së në vra 128. 148, edhe më kanë shkruë ai prokurori i Hagës, as digjon kush ke, ai më shkrujti, mas 2 javë ardha pet, tha, a ki me shtu diçka, a me hiq, thash jo, mirë është, tha, a mund, tha, ti me da clopës për balë, thash, për qëtë masakrën që tu një Zbicë, po, për tjera, thash, ka bon shumë e masakra, thash, po për tjera që më kanë. Edhe erkuha me 16 qershor 2002 ju shku në Hagë, ju ndalë me Slobodan Miloševićin. Si ndodhi ajo për shembull në Hagë para se e takuve me Vesli Klarkin atje? Po mas pari na shkum aty, na ru 2 policë aty nga sallet gjykimit, edhe erë një qasifar me atë gjarën qasi gjykas, tha, cillin e thash që thash une, tha, për qefë tonë, tha, apo dhe me hi, tha, me kapushbarë, a pa kapushbarë, thash, jo, për qenë temin, thash, du me hi me kapushbarë, thash, du me kalzu vetën, pe i kajt jëmë dhe kush jëmë dhe qka jëmë, thash, edhe slëbe ka mërzi, ja ka njësë për kesh, edhe, erë të ja femnë një farë, femna të tha toki, hajde, hina kur hina, aj hini, si kur në qatona nej, une kënej gjykasët hish një kënej. Edhe veç më këshirë ke, veç bëj kështu, si kur me koj pit, une këshirë ata, aj këshirë mu, gazetarët, një 2 minuta më do këtë veç bëjshë në telefon, ata rap. Fotografijat, po. Po paratat. Edhe unë gjëmë të një dhash atë betimin si për dufkë me dhanë. Edhe ja nisëm atë, aj të shi vetë ke mu. Atë veti për Hashim Thoqin, sigurisht që po? Jo, mas më robë me ka vetë. Qka të tha? Nëherë tha, pse je ikë, tha, për shpije. Thash, jo me ikë, thash, se këm po masakra. Kun ke po, thash, në Qereze, në Likëshane, në Prekaze. Tha, qa kanë bon? Thash, kanë bon, si kanë mytë gjenë, thmi, pleq, gra, tëna, thash, i kanë mytë, thash, për që ta. Tha, sa kilometra, tha, i Zbica, tha, i ka, tha, pe i bruje, thash, se këmë mund të zdigjon. Tha, 7. Tha, 7. Sa ko punë të pe i bruje një shanista, 3. Thash, se di, tha, 3 u konë. Kretë në vetë ke. E të shë, tha, juve, tha, u kanë vëra, tha, u që kaja. Thash, ja, u që ke s'ka pasë të heqë. Tha, ku e në konë? Thash, u që ke e në konë malë. Sa ka pasë, thash, ka pasë shumë. Thash, që atë ditë, asë një plëm i ushqekes, thash, nuk ka kërsit atë, thash, po, armata e shkive, i thesha une, pra tash po thëmë sërbë, adhe mas e jem këtu, Qka të veti konkretisht për president Hashim Thoqi, Slobodan Miloševići? Po, tha, që a ki Hashimin, të më shkojt temperatura mu, në dhejt, thash, kushëri. Tha, të familjes më ushtë, thash, jes të pu, se me kanë dhona të trau, kanë dhënë, se sërbishtin e disha ma mirë, se aja i shkone vlurës, aja përkëthysa, den, i thash, o, folim të mu shqip, thjesht, se unë s'pe marrë verë këtu. Të kujtuat Vesli Klarki para se me hinë që shka hinë para tije, qka konkretisht ta? Jo, na kem atë të prit, Vesli Klarki generali, edhe a i namon e rënë dytë, tha, mirë dita, tha, cillin e thoqë, thash, që unë, tha, që dura thoqë, tha, ti kishë me hi, tha, për na jena orë, tha, zërë të areshtë, tha, në kohë si bëndë më na folorianin, na i thamë, po, më na keni një mu jo, adhen, tha, ja, qartu ko puna, tha, qartu, edhe henën ata, atë ditë, gjithë ditën, neve në murën policia, në që unë qenë, ku shkumt në estrit, dulën, kur dulën, tha, që tha, 15 minuta, tha, ta kom shtri, tha, për tuke, s'ka me dita as me dvetë, ta kom smuë.
Slobodan Milošević. Po, Klar, Slobodan, po, Vesnik Larki, edhe të shi ata dule na henem, a e të një janë